a duhet me falë sabahun pas lindjes së diellit nëse e ke ndalë alarmin me vetdije në kohë. Pra, ka prej dietarëve të cilët thonë se nuk vlen sabahin nëse me vetdije e ke nalë alarmin edhe ke ranë krahun tjetër, pra me vetdije. Mirë, po kjo përgjigje nuk mendoj që është e sakta në këtë meselë, sepse ne themi çdo gjë që ndodh ma mirë është me falë sabahin edhe pse ka lind dielli, edhe pse e ke nalë alarmin me vetdije, falë sabahin, kompenzim kaza, masi të lind dielli, falë edhe sunetin, e falë edhe farzin. Ajo përgjigje që mos pi falë namazet e kaluara që janë kry, është për qëllim ato namazet, për shembull dikush ka bërë 30 vjet nuk është falë fare. Masi ka bërë 30 vjet, jo është mush mendja, jo është mush zemra me iman, Allahu e ka udhëzuar dhe ja ka nisë mu falë. Tash mi falë ato namazet prej moshës 12, 13 ose 15 vjeçare kur ka hyrë në pubertet deri në 30 vjet, themi jo, s'ka nevojë me falë. Pendohet te Allahu xhaleshanu dhe si falë. Por namazet që veç e ke nisë mu falë, edhe rastisht ka ndodhur me ose pa arsye me tikni namaz, ma mirë falë. Sepse nuk ki kur gjë të keqe nëse e falë. Edhe në rastin tanë themi, falë namazin, e në sabah, kur ta kompenzoni namazin e sabahit, duhet edhe sunetin edhe farzin. Kurse namazet tjera nuk ka nevojë sunetin, por vetëm farzin.